9 guvernatorë të distrikteve rotariane nga vendet e Ballkanit dhe Evropës Juglindore u mblodhën mbrëmjen e së shtunës në Durrës në kuadër të takimit të miqësisë, i pari i këtij lloji propozuar nga distrikti Shqipëri-Kosovë. Guvernatori i distriktit 2485 Arben Dushi u shpreh mjaft i kënaqur që nisma e ndërmarr. U mirëprit nga të gjithë homologët guvernator, sepse në këtë mënyrë distrikti që bën bashkë Shqipërinë dhe Kosovën ka mundësi të forcojë më shumë lidhjet e bashkëpunimit me distriktet e tjera, pjesë e Rotary International. Është një ngjarje e veçantë, është për herë të parë që ndodh në Rotary ndërkombëtar, një takim miqësie mes guvernatorësh, duke inspiruar ndjenjën e miqësisë së mira, vullnetin për paqe të qëndrueshme dhe bashkëpunimin ndërmjet distrikteve. Ky është qëllimi kryesor i këtij takimi. Prandaj ne u bëm promotor të kësaj nisme, kësaj iniciative në rang ndërkombëtar dhe shpresoj që të jetë takim suksesshëm dhe është mirëpritur nga të gjithë miqtanë guvernatorë dhe kanë ardhur me shumë qejf edhe për të parë Shqipërinë, për të njohur me vendin tonë dhe për të njohur antarësinë dhe klubet e distriktit tonë. Mjaft entuziast për takimin u shpreh dhe guvernatori i distriktit Austri-Bosnjë-Hercegovinë, i cili vlerësoi ndër të tjera si mjaft e rëndësishme frymën e bashkëpunimit dhe miqësisë që duhet të ekzistojë mes klubeve dhe distrikteve rotariane. Bashkëpunimi mes vendeve tona është diçka fantastike. Unë jam guvernatori i distriktit Austri-Bosnjë-Hercegovinë dhe vlerësoj mjaft këtë takim miqësie të propozuar nga distrikti 2485 Shqipëri-Kosovë. Jam i lumtur që po takohem me guvernatorët e tjerë të rajonit, si dhe me shumë rotarian shqiptar. Do të prezantojmë distriktet tona, projektet në të cilat jemi të përfshirë, dhe kjo ndihmon për të forcuar dhe më shumë lidhjet e miqësisë mes nesh. Gjatë takimit, 9 guvernatorët pjesëmarrës prezantuan para rotarianëve të Rotary Club Durrës dhe Rotary e Club Durrës distriktet respektive, projektet sociale dhe humanitare në të cilat janë përfshirë, si dhe theksuan rëndësinë për të shtuar kontaktet dhe urat e bashkëpunimit, jo vetëm përmes distrikteve, por dhe klubeve rotariane në vendet respektive. Në përfundim të takimit, guvernatorët e distrikteve firmosën marrëveshjen e bashkëpunimit reciprok dhe shkëmbyen dhuratat simbolike që kishin përgatitur për njëri tjetrin.